unë besoj vetëm gjëra të cilat ma japin transparencën e plot. E kupton, domethënë përderisa këto sondazhe. Nuk ka gabuar, janë afruar shumë rezultatit sa herë ka pasur zgjedhje. Dikur, po. 2021-shin është e vërtet. Por nuk është skena e 2021-shin. Sepse janë futur këto partitë e tjera dhe nuk janë shqiptarët më të 2021-shin. Dhe ti po ta vësh re, Edi Rama s'ka me çfarë i gënjen dot. Edhe nxjerr një diçka fare abstrakte që është pasaportë. Nuk ka gjë më abstrakte se pasaporta është një gjë reale dhe shumë e vlefshme, por një pasaportë që ti do ta marrësh në dorë në 2013 dhe unë duhet votoj në 11 maj dhe që në fund fare ka në dorë e 30-ën dhe në fund fare ka në dorë qeverit. Edhe ne I kemi parë njërë Hollanda, njërë Franca, njërë kështu, sepse kanë vetëm një kusht, kanë korrupsionin dhe shtetin e së drejtës, dhe nëse kemi bërë 3 hapa përpara, unë I lexoj me vëmendje raportet të Bashkimit Evropian kur vjen puna për integrimin dhe aty pasi nxihet qeveria, aty domethënë thot po është bërë një hap përpara për SPAK-un, për GKK-n, për këtë pjesë të drejtësisë. Po që ka goditur korrupsionin, sepse nuk ka shtet pa të drejtë. Domethënë fuqia e SBA-s, e vendeve perëndimore, po veçanërisht e SBA-s diku është. Është gjykata, shikoj çfarë po ndodh. Trumpi po ja rrezojnë gjyqtarët, gjithë budallëqet që bën nga egocentrizmi I tij në momentet e caktuara dhe ai e di dhe vetë se është amerikan. Ai thotë unë e bëj të kënaq premtimet që kanë bërë të tjerë, por kur vjen puna nëse ke të tej kaluar të del një gjyqtar e thjesht atje dhe ta hedh poshtë. Dhe kjo duhet të jetë këtu në Shqipëri. Kjo nëse të thyej unë ty mos më biesh me gur apo me thik. Po të çojnë gjykatë dhe gjykata të jap të drejtë. Ti thua tani që më 11 maj do të zënë goxha hapësirë partitë e reja, apo? Patjetër. Dhe këtë nuk kapin dot sondazhet. Nuk po them. Jo, e kanë nxjerrë këto sondazhet. Jo, po nuk e kapin realisht për mendimin tim. Dhe po të vësh re shqetësimi është shumë I madh. Sali Berisha I sulmon. Edi Rama po ta vësh re e filloi me mbi 100. Vajti mbi 80, vajti 78. Vajti 71 tani. Vajti 74 tani thot 71. Dhe ai këta kanë sondazhet e brendshme dhe janë realisht. Sepse dy rrugë dhe dhe duhet të mos harrojmë këtë që 2021 e biles që nga 2017 dhe 2021 ne kemi hequr termin bojkotusi, votusi gri. Pse ka ndryshuar gjithë skema dhe njerëzit pavarësisht se nuk tregojnë sepse presioni I këtyre është jashtëzakonisht ulesh me një berishist edhe me një ramist në tavolinë të nxin jetën dhe neve që s'kemi frikë dhe që të domethënë kanë një presion të jashtëzakonshëm. Dhe njerëzit nuk e deklarojnë as te sondazhi. Është një vot shumë e madhe që e kam konstatuar dhe ndoshta takojmë herë tjetër pas 12-s, por unë besoj shumë që ajo do shfaqet quhet votë e heshtur, njihet. Është e heshtur, nuk e deklaron. Dhe këtë votë e heshtur unë besoj se do ta marrin këto partitë do ketë shumë që unë I quaj alternative. Nuk dua t'i quaj as të reja, as të vogla, as të vjetra. Alternativa të tjera. Sepse I bashkon një fill. I bashkon të janë kundra dyshes. Kundra paktit kapjes së sistemit që është kodi zgjedhor, vota, domethënë një pro SPAK-u. Këto janë dy gjërat më kryesore. Po mirë, nëse bëjmë ata të dy janë kundra votës së lirë, kundra SPAK-u. Tani nëse kemi të bëjmë një parashikim për 11 majin, si do t'i parafrohesh një projekcion me shifra konkrete, po sigurisht plus minus. Si do të shkojë kjo punë? Ktu pastaj futemi pak te kohë e ardhme dëshirore, e pa kryer. Po, ashtu I bie praktikisht. Po duke ju afruar dhe analizës real politikës, po edhe dëshirore. Me që është podcast edhe më lejohet besoj. Po, vazhdo. Unë besoj, shpresoj, po fus dhe dëshiroren që Edi Rama nuk I kap 71. Pavarësisht se merr shumicën e ka të garantuar. Këtë shpresoj nuk e dua se kjo domethënë më ngataron pak, unë e dua një parashikim bazuar si më thon edhe në ato që ti nuk dëshiron. Po patjetër, okay. Se mirë, sa më afër realitetit po themi, se pastaj me dëshirë bëhet
Ja zerrojmë fare. Jo, të kërkova leje ti ndërthurnim, po e bëjmë fare të ftohtë. Bëje fare të ftohtë. Fare të ftohtë, Edi Rama, për mendimin tim me këtë situatë që është, edhe nga sondazhet, edhe të brendshmet, e tjerë fiton, po fiton në kufi thua. Në kufi. Ose fiton kufi dhe me. Siç e ka bërë vetë parashikimin, po themi, pak a shumë. Të fundit. Një skenar tjetër është që dhe nuk e kap dot 71. Por opozita e Sali Berishës del shumë keq, sepse është në vlagën e 14 majit. Këta kanë përtitur që kur është rikthyer Sali Berisha fitore, jemi mirë, jemi rritur e tjerë, se kanë mundur grupin e Lulzim Bashkë. Sa shkon vetëm Partia Demokratike me Berishën thua? Afërsisht. Nuk i kalon 50 deputet. Nuk i kalon. Pjesa tjetër pastaj mbetet alternativat të tjera. Po unë besoj që partitë alternative do marrin minimalisht 20 të gjitha bashkë. Ata kanë bërë një gabim kriminal për mendimin tim. Që nuk u bashkuan. Po, në një listë hapur secilin vet në qef të vet në parlament, në punë të vet. Por nuk e di arsye. Shumë prej tyre shpresojnë për një grup parlamentar, për shembull, i kanë pritshmëritë. Po, patjetër, se relativisht të larta. Duhen 7. Nuk ka të bëjë aq grupi. Rëndësi ka që këta të krijojnë nëse jo, po Dreti Klapa i tha nëse nuk nxjerrim më 11 maj një grup parlamentar, kemi dështuar. Për shembull. Po mirë. Ja ta provojmë. Agron Shea i thotë do dalin forca e tretë. Po. Kështu që pritshmëritë janë të larta. Po. Nuk them duhet të ulemi çik. Apo janë të fryra thua. Po janë të fryra sepse like, view se. Po futet ajo shpresa që dohet ta alternojë ti. Patjetër. Rëndësi ka që këta të gjithë bashkë të krijojnë atje dhe ta mbajnë fjalën para njerëzve, të krijojnë një grup i cili është pro një reforme zgjedhore, e kupton? Dhe të krijojnë një grup kingmaker. E ke parasysh që domethënë pa këta, ata mos bëjnë siç e bën për amnistin. E pa do ta gjejnë dot këta. Jo për këto gjëra, jo për të tjerat e diun që se gjejnë. Ta them që tani bilesi kanë thikat. Po prandaj po them, kështu që. Por nëse do gënjejnë njerëzit që i votojnë, sepse thelbin këta këtë kanë, që janë pro drejtësisë, po apo ti ke ftuar një nga një. Dhe të hapet deputetin ta zgjedh populli. Lista, po. Jo ta zgjedh populli, çrëndsi ka. Të dalë se format e sistemit janë të ndryshme. Dhe mos i zgjedh kryetarin. Nëse këto dy gjëra kaq themelore, drejtësia dhe vota, që janë në fakt janë kolonat e një shteti demokratik, nëse këta e dredhin pas 11 majit, ajo është problem tjetër. Por nëse nuk e dredhin, nuk ka asgjë që t'i bashkojnë. E kuptoj. Në gjithë të parashikim që bëre këtë projekcion të 11 majit, SPAK çfarë roli do të ketë, do të bëjë diçka, do të fusi ndonjë shkop në rrotat të tyre, apo e njëjta panoramë do të prodhohet edhe. SPAK është për mua faktori kryesor. Pa dashin e SPAK, se SPAK është në punën e tij. Por de facto SPAK është bërë faktori më madhor politik. Sipas pllakave tektonike që lëvizin në SPAK, lëviz dhe Berisha, lëviz dhe Rama. Domethënë SPAK është bërë si zoti thua ti, nuk bën dot plane se qesh. Po pikërisht, pra sepse aq i madh është zullumi 34 vjeçar këtu, saqë dhe kush ka bër, atje e ka mendjen. Atje i ka syt, atje i ka veshët. Dhe po të vëshre, unë kam përdorur një teknikë të këtij lloji, domethënë s'ka nevojë të marr ndonjë informacion apo me burime se çfarë po ndodh e çfarë s'po ndodh. Për këta të mëdhenj në SPAK, sepse i dalloj. Kur dalin në një konferencë shtypi dhe ata për të hirtës së vërtetës, është fakt se dhe SPAK-u s'është 100% i kulluar në kuptimin ka dhe ai vrimat dhe xhepat e tij, se nuk është mirë ta quajmë, ta mbrojmë në atë mënyrë, por thelbi është që SPAK është duke ju futur urusmën. Ka dhe prokuror të dyshim, ka etj etj. Po si çdo gjë e re është duke u kolauduar. Çështja është që këta kanë informacion shumë të madh. Dhe po i petë zverdhur, po i petë dalin për shembull një ditë papritur dhe sulmojnë X prokuror ose kështu etj etj. Ata e dinë, ose del Edi Rama dhe thotë se mos më merrni mua telefonin. Nga nxorë këtë. Ç'pun ka telefonit tënd, se ti je kryeminist. Se tani ka nisur dhe këto lajmet, jo po do ketë arrestime para 11 majit apo do ketë pas 11 majit. Këtë e ka sqaruar vet Dumani që ne nuk kemi kalendar. Preti ndonjë qefje të listave pas 11 majit? Jo. Në këtë drejtim. Ajo që
ajo që më trishtoi mua, më trishtoi që parlamenti në shumicën e vet do dalë më i keq se domethënë në fakt parlamentet shqiptare kanë qenë nga 2008 që sa vinë dhe bëhen. Nuk po flas këtu se kjo duhet ishte shqetësimi dhe biseda jonë, domethënë për nivelin. Kjo është temë tjetër pastaj. Domethënë nuk po flas për atë që ka vajtur për tokë fare, por po flas dhe për implikimin. Po flas për dhe unë më jam tmerruar si gazetar i vjetër, shumë i vjetër dhe që kam mbuluar shumë investigimin dhe kronikën, që duke njohur gjithë skemat, duke parë në vetë parë dhe gati gjithë encrochat skajnë, pavarësisht se është në hetim dhe nuk publikojmë dot gjë, ose unë kam atë skrupulozitetin e profesionalizmit se një gjë nuk është interes publik kur i prish punë një gjë. Interes publik është të vihet e drejta në vend. Por nëse nuk veprojnë, patjetër që ne bëjmë presionin ton. Dhe atë që kam parë unë të dyja listat, dhe këtë ta them me përgjegjësi, të dyja listat, dhe më e habitshme lista e opozitës, se meqenëse pse s'duan të fitojnë, janë plot me flamuj të kuq. Ti e kupton fjalën flamuj. Po. Kështu që në këtë kuptim të shikojmë. Problemi është që çështja është që këta kushdo që të fitoj ose dhe ashtu siç duken bathet që Edi Rama do fitoj, ky do jetë prap partia e dytë në opozitë etj dhe prap kur t'ju duhet do bashkëpunojnë, madje edhe kundra Spakut, sepse kanë të njëjtin hall, i çojnë rrugët ju bashkojnë atje. Këta vetëm po blejnë kohë. Dhe unë jam i bindur, prandaj tani të kalojmë të dëshira, po më letë, ta them dhe unë një dëshirë dhe inshallah realizohet. Që këta të alternativët të jenë atje brenda, të bëjnë kontrast, sepse këta dy të mëdhenj vetëm po blejnë kohë.